Președintele Dașul Mici, i-am scânderi, jemi këtu për ta prezantuar automjetet me energji të re të Kinës. Sot, 6 nga çdo 10 automjetet me energji të re të shitura globalisht vijnë nga Kina. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me kapacitetin prodhues, por edhe me mënyrën si udhëtojnë njerëzit dhe është një angazhim për qiellin blu. Imagjinoni këtë skenar. Zgjoheni në mëngjes, përdorni një komandë azanore për të planifikuar rrugën për në kafenere e preferuar. Gjatë udhëtimeve të gjata me makinë, sistemi i navigimit të rekomandon në mënyrë proaktive rrugën më të përshtatshme. Kjo nuk është fantastiko shkencore, por një realitet i përditshëm për përdorësit kinez të makinave inteligjente. Ky është një automjet kinez me energji të re Xiaomi Y7. Kabina e tij inteligjente është e pajisur me një sistem ndërveprimi emocional me inteligjencë artificiale. Ajo jo vetëm që mund të mësojë zakonet e drejtimit, por edhe të ndjejë motin, kushtet e rrugës dhe madje të parashikojë lodhje ose shpërqendrimin e shoferit. Kjo nuk është fantastiko shkencore, por një manifestim konkret i produktivitetit të ri me cilësi. Cila është forca lëvizëse pas këtij ndryshimi? Nuk janë vetëm fabrikat e përballuara, por një ndryshim në mentalitet. Kur flasim për produktivitet me cilësi të re, kjo do të thotë cilësia ndryshon me kërkesën dhe inovacioni është afër jetës. Pikërisht për këtë arsye, automjetet me energji të re në Kinë po udhëheqin. Ato nuk po zgjidhin probleme laboratorike, por skenar udhëtimi në botën reale çdo ditë. Në Kinë, ne përdorim panele fotovoltaike për të furnizuar me energji linjat tona të prodhimit. Në duart e përdoruesve, çdo automjet me energji të re e bën ajrin e qytetit më të pastër. Ky nuk është vetëm një slogan, por një angazhim për ta bërë mbrojtja mjedisit e realitet në për çdo udhëtim me automjete me energji të re. Në një epokë ku teknologjia shpesh krijon një ndjenje alienimi, automjetet e energjisë re në Kinë kanë rizbuluar diçka shumë të çmuar, mënyrën se si teknologjia mund të shërbejë njerëzve. Globalizimi i automjeteve me energji të re të Kinës nuk ka të bëjë me shirat e shitjeve, por me rezonancën e një stili të ri jetese, duke bërë çdo udhëtim një mbrojtje të butë të qiellit blu dhe ruajtjes mjedisit.